Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet apo ju këtu ishit. Por teleshikuesit mirë se erdhët në pjesën e dytë të programit. Atë do kemi në këtë lidhje Elvira Ibrahimi, e cila në Kosovë nuk është e panjohur për punën që bën me financat, edhe shifrat është e njohur. Si kontabiliste. Pra, është e njohur në një rreth njerëzisht të caktuar. Pa tjetër. Jo me ju, se ju si një biznesmena. Jo, neve qa lekësh do në mbaj. Ne ndoshta nuk i dukemi as interesant. Në base rrugës, po. Për në afruar punë. A u vë gjelos pëse nuk ju tha juve për një vënd pune, po i tha pikërisht Zamirmanes? Jo, kur përmendemi Samirët nuk bëhen do të gjelos, dhe me të nështë për mas tjetë. Ti ofrosh një vënd pune Zamirmanes, është një sojë sirë të derdhë, është një shishe ujë në oqan. Elvira nuk e mendoj kështu, a? Jo. Çfarë përgjigje dha ai? Elvira, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Elvira, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po çpate. Dhe mirë se u gjeta dhe për ndëgjoja diskutimin e juaj. Po. Çpate më i zemër. Po besoj që e kuptua që ka qenë për gallot. Nuk e kanë parë videon deri. A pse vetëm unë se kam kuptuar këtë histori? Ti e di e koleg? Jo, nuk e di, unë kujtoj se videon gjithë bashkë, ne kemi fantazuar se si Samiri do shkon në shtëpi të dorëzonte rrogën zonjës. Po. Ua bëra kujtësun Elvir, ndjes. Jam Elvira, e ndëgjova me shumë pasion dhe dëshirë intervistën tuaj dhe jam shumë e faqe në dojmë sot këtu. Që më të hoqë vëmendin ishte fakti që ju në jetën tuaj nuk i keni një eksperiencë që keni punu për ditën tjetër. Unë e kom një kompani vogël, jemi një zyre kontabilitetit, jemi drejshët, por punoj me shumë pasion. Edhe me të kërku një bashkën tjetër, kështu që për duhet të adhonë mundësin të jetën në pas të eksperiencë. Pensoj që janë shumë shefë edhe shumë. Suksese dhe falenderit shumë. Falenderit. Se di sa paguani, kjo, do shkoj atje në Kosovë, do thotë, të shej punu va Zamirmanes. Jo, ndoshta e rikthejem, me ndryshoj mene, se në biznes do t'jesh dinamik dhe fleksibël, kështu që po paguar mirë se Elvira vërtet ka qenë një video fantastike dhe mori vëmendjen në fakt në rrjet. Unë do të shoh prapë, do të shoh për drejt. Nuk e bëra për të di që ka me bo... Ka e shumë bum. E vërtet. Po ashtu më erdhe e momentit dhe me qenë se trajnimi ishte një kombinim i ligjëratave dhe gjithmonë kishte një dozë të humorit, mendova ta shtoj edhe në pak. Atë duke qëndruar tek vija editoriale e trajnimit, pra te doza humorit, u trajnuat apo u tranut? Dyat bashk. Mrekulli, domethënë. Te pjesa e Ermalit besoj ka qenë trajnim. Po, patjetër. Trajnim, po padyshim trajnim me një dozë të humorit, sepse konsiderohet që kur personi është i relaksuar, gjasat për të pranuar informata të reja janë më të larta se sa kur është trajnim shumë serioz. Është drejt. Po, ishte surprizë për të dy, apo Ermali e dinte këtë disë që ti do t'i bëje Samirit? Jo. Ajo ka qenë e momentit, sepse pasi që e dha intervistën për Ermalin, na dha mundësin që neve nga publiku të bënim pyetje, dhe për mua ishte diçka shumë e momentit. Po ta kisha menduar më gjatë, nuk do ta bëja. Shiko, ka një gjë që nuk më kuadron, kolegë, sepse Enkeleda më duket... Elvira. Elvira na falë, por ne kemi printuar një qik me zorë. Na ka maru boja printit. Elvira më duket goxha me IQ të lartë, të më thënë, për të marrë pjesë në evente tilla, kolegë, ku IQ-ja është limituar, të më thënë. Këtë 85 është limitin. Elvirës i kam thënë që në fakt këto trajnimet në vëndin tonë u bë një gurgule e madhe. Ermali u diskutuar shumë dhe prandaj vjen dhe ky konstatimi i kolegut. Ermali është okej në gjën e vet, ka biznesin e vet. Këto trajnimet në fakt që ai bën janë diskutuar shumë te ne të kohët e fundit. Ja, xhelozi shqiptare është, koleg, me pak fjalë.
kolegu foli për punën IQ-s, sepse unë njëherë ka marrë pjesë në një trajnim të tillë dhe kishte fjalën për IQ-n time, po unë nuk e kam 85, nuk është e vërtet, unë e kam 84, koleg. Do rritesh. Çfarë ndodh në këto trajnime? Çfarë diskutohet dhe çfarë flitet dhe pse njerëzit kanë shumë interes të marrin pjesë? Për shembull, ti si kontabiliste, Çfarë ndryshimi kanë këto trajnime nga ato që bënin këta ungjillorët touch the screen? Arsyeja pse unë mora pjesë në këtë trajnim të Ermolit ishte se përveç që ai ofron një trajnim për zhvillimin e biznesit, pra quhet Mendo ndrysho fito, kishte të ftuar edhe disa mysafirë të tjerë, që ishin Vasil Naçi, Sheki Huseini, pra secili do të jepte pjesën e tij. Dhe meqense ishte një kombinim i kaq shumë kokave, mendova se diçka do të mësoj të paktën që do të më shërbejë në zhvillimin tim personal dhe profesional. Meqense të tilla nuk është se kemi të shumta në trevat shqiptare, unë i kam dëshirë të jem një nxënëse e përhershme. Një nga punët që i bëj është edhe jam asistent profesor në Universitetin Publik të Prishtinës, në ekonomik, pra fakultetin ekonomik, por aq sa më pëlqen të ligjëroj, më pëlqen edhe të jam studente. Kështu që unë shfrytëzoj mundësinë kudo që shoh diçka që mundet me më shërby mua, nuk e paragjykoj, e ndjek, sepse ndonjëherë një vikend e kalojmë duke shikuar Netflix, që edhe ajo është prapë e nevojshme për trunin ton edhe trupin ton, po unë erdha me shumë dëshirë, edhe nuk besova që do të qëndroj deri në fund në të 2 ditët, po qëndrova. Gjë shumë e mirë. Dhe besoj, ja ke arrit qëllimit, pra ke mësuar, për ndryshim. Por është dhe një event ku bën kontakte shumë, apo jo, dhe puna që Elvira bën ndihmon. Diçka do të mësosh, diçka një dritë do të ndizet aty, e ke pas ndoshta një gjysmë ide, mund të krijohet në ide më të qartë, të qartësohen mendime. Shiko, me që pa dashur të kap befasi si që kapet i zotin Mane, na thuaj një gjë, nëse mund të kuotosh, pra të na thuash një sentencë apo një diçka që ti mësove nga këto trajnime. Në fakt, ndoshta kam një listë gjatë me një 10 ide që i kam shkrujt, që kam me i bë, po një gjë që e kam mendu të vetja ime, se të themi që e kam dopsi, e kuptova që këto dopsit ne ja shkaktojmë vetit dhe janë gjana që mund të ndryshojmë. Unë gjithmonë kam mendu se nuk di të negocioj, dhe nga tash mendoj se di të negocioj, por është një aftësi të cilën duhet ta zhvilloj më tepër, të lexoj librat për katës, të ndjek podcast për katës. Pra është një diçka që nëse ne dëshirojmë një aftësi me zhvillu, ne mund ta zhvillojmë ato, je kemi ngrit barierën vetës. Po, bëni e zani shmirë, do më kur kuptoni gjë të tillë, por mos e zo vetëm ti, pra shi dhe zojë Neni në te dira shqiptare, për negocim. Për negocim, jo, zonja Eni bën negociata të tjera. Kompania jote... Faleminderit shumë, a përshek, edhe nga kjo mora një ide. Shumë të lëshme. Po deshe, po të vishë sot, të kënga magjike dhe të prezentoj me zojnë Neni. E marë unë përsi, për që ka? Po mirë, koleg mirë. Kompania jote, për pak kohë, bën 10 vite që është në treg, dhe kjo t'jep shansin t'jesh në kontakt. Ti ke 10 vjetë që jeton dhe punon për vetën tënde, mban katandin tënde dhe je sukseshme në tregun e kontabilizmit atje? Është e vërtet kjo i sa po thosh? Po, vitin arshëm i bëjmë 10 vjetë që e kam themelu kompaninë profesionale. Atëherë, kur do ta bësh një kurs trajnimi që të mësojmë se si duhet punojmë për veten tonë? Si me punu për vetën e juj, ju shkoni i ndjekni trajnime termale. Po unë bajtë e ka trajnim që i mësojnë, pra është Elvira, më duke se kim një shkëputje. Por me siguri thaj duhet ikim ndjekim trajnimet e Ermalit. Koleg, pse nuk ikëm të ndjekim? Do provojmë lidhje prapë, Elvira, kam kalqeto, koleg. sepse kemi një shkëputje, base interneti. Regjia do ta bëjë mundur lidhje Të prapë. pjesa më interesante. Mi, mund ta themi prapë. Megjithatë mund bëjmë një pjesë trajnimi derisa të ashtu. Ngrit duart lart, koleg. Ka një muzikë.
Thuaj, unë ndryshoj, unë fitoj. Unë ndryshoj, unë fitoj. Unë fitoj. Merë frym. Gjë frym. Ke refluksi? Je milioner? Jo. Jo. S'ke për të po kur. E kuptoj. Nëse kjo është shumë mirë, ti nga i di këto gjëra? I shoh në YouTube, kolegë. Mos ke ikë me qeftas? Ti ndjek Tony Robbins. Unë ndjek Tony Robbins, kolegë, du ta ndjek kam ti fusi shpull se na qau. Si ti është Tony Robbins? Tony Robbins nuk e di. Është ai që shpiku këtë gjë. Ai që shpiku këtë Elvirën e kemi këtu, po. Elvira po thoshte që për të bërë të suksesshëm dhe si të eci në kompaninë tuaj duhet të shkoni te këto seminare. Pastaj për shifra kur bëni shumë lekë dhe nuk dini si ti menaxhoni lekët, kemi kompaninë e Elvira. E kuptoj. Pra në fund fare nuk më dhe përgjigje mua, po ke hallë që unë nesër pas të bëjmë klientë jot. Është e qartë. Punon me perspektivë. Një gjë që unë e kopa, kolegu ju tha që nuk do të bëhem milioner. Unë jojer. Këta duhesh me hek për mendjes, pra. Ata heq. Atëre po nda. Ti thua që Do bëhem milioner. Jo, mund të bëhem milioner, po jam i martuar. Po, pra. Nuk ju shpenzon gruaja kaq shumë, jo. Do bëni 2 milion atëherë. Okej. Në fakt, ajo që isha duke thënë para se të prej lidhja, unë nuk ofroj trajnime të zhvillimit të biznesit, por ofroj trajnime për leximin e pasqyrave financiare, sepse çdo person i cili është i kyçur në biznes, apo ka lidhje në biznes, është patjetër që të jetë pronar ose drejtor, po mund të jetë edhe drejtori i shitjes, kanë nevojë të dinë të lexojnë pasqyrat financiare. Dhe ajo që e kam një aftësi që e kam zhvilluar ndër vite është të arrit të thjeshtoj termet komplekse të financave. Fantastike. Kështu që mendojni, kolegë. Mendojni. Juve nuk du besot kur unë t'ju them që Elvira është super mami e 2 çunave super çuna. I paq me jetë. Dhe unë nuk e di se si e gjen ti kohën për të marrë me kompaninë tënde, për të shkuar në trajnime të tilla, për të bërë palestër, për të bërë hiking dhe për të ndjekur çdo pasion që ti ke. Tani, me thënë drejtën, nga jërë, pavarësisht se i dumë fort kalamoj, ta sjellin shpirtin me të hundës dhe të vjen ti kështë marrësh malet. Domethënë nuk është një gjë, nuk është një sekret i madh domethënë kjo domethënë. Pajtohem me ty, e sidomos fakti që punoj me bilance të shumë kompanive, më duhet ta gjej balancën me veten. Patjetër, dhe ti plotson dhe pasionet e tua, domethënë. Dhe shoqi edhe udhëtare, domethënë nga Egjipti në Itali, nuk janë pak domethënë lëvizjet nga mali në mal. Pra ke pasionet e tua, domethënë kjo është e rëndësishme. Pra me sa vëre, je një grua që respekton veten, domethënë nuk është se vë vetëm të tjerët përpara vetes. Plotson dhe pasionet, edhe dëshirat, apo jo? Padyshim. Një prej gjanave që na mëson profesioni jonë është balanca, pra balanca mbi të gjitha. I kam disa hobi, kryesisht gjatë javës aplikoj, vrapoj e kemi një mal afër Prishtinës që quhet Gërmi, ka shtigje shumë të bukura, dhe unë patjetër se dëshiroj gjatë javës 2 ose 3 herë të shkoj aty. Sa mirë, tash në mëngjes në Gërmi është eksperiencë e jashtëzakonshme, sidomos llokuma me ajvar. Jo, në nuk shkoj për hongër llokuma ajvar, po shkoj për mi bo 10 kilometra. Unë flas për pasionet e mia. Kështu që pastaj kam fillu të i rrit ambicjet edhe kam kalu në male. Për shembull, unë jam adhuruese e madhe e Alpeve shqiptare. Pastaj prej maleve pak më të buta, kam kalu në male pak më të thepisura, e tash më pëlqen edhe climbing të bëj, pra ngjitje teknike, ngjitje militare. Po pra, ajo që më bëri përshtypje është se ke kaluar nga hiking në Kacavjerje dhe kjo pastaj ka një lloj rrezikshmërie edhe. E di, po për ato po i ndjek trajnime të duhura që ti bëj lidhje të duhura, të arrit të kuptoj nivelin e shkëmbit. Jo, dakor. Po, dhe me që jemi tek ngjitjet në mal, besoj që të ka ndodhur të kesh një eksperiencë jo fort të hijshme. Ti e ke cekur dhe në disa postime tuat, një histori që nuk e ke ndarë, e ke lënë me aq postim, por që ka ndodhur që gjatë një ngjitje mali, një nga shoqëruesit fatkeqësisht të humbas jetën. Ajo çka ti shkruaje ishte se keni kaluar orë të gjata pritjeje, jeni detyruar të mbani dhe një zjarr ndezur, litarët i keni djegur, si ka ndodhur situata?
është një maje që quhet maja e thatë në Shqipëri, pra në Valbon. Edhe vendosëm një grup i shoqërisë të shkojmë ta ngjesim atë mal, se kur flas për këtë ngjarje, që flas shumë pak, e sidomos në publik më duket se është hera e parë që po e flas, po me qenë se veç pyete. Ndodhi rasti që gjatë lëshimit njëri nga shokët tanë humbi jetën, tragjikisht, e pastaj ne mbetëm aty sepse nuk mund të lëshoheshim te poshtë. Personi që na kishte marrë përsipër të bënte lidhje të litarëve, nuk për shkak të emocioneve që i përjetoj, domethënë kur ai personi tjetër ndroi jetë, nuk e kishte më fuqinë edhe aftësinë për të bërë lidhjen e litarëve për të na lëshuar të poshtë, sepse ka qenë një mal teknik. Kështu që mbetëm ne, domethënë deri rreth orës 2 të mesnatës ose 3 të mesnatës, tu e prit ekipin e kërkim shpëtimit malor. Po. E pe me syt e tu kur ai rrshiti, e pe gjithën skenën, besoj ju e keni parë gjithë, se si ndodhi? E di, po nuk mund të flas për këtë. Ke shumë drejt, është një rast shumë i rëndë. Për momentin nuk mund të flas, ndoshta edhe a di si është mëngjes, po flasim për gjëra pak më të mira. Po, edhe me që the për gjërat shumë të bukura, një postim tjetër që tërhoqi vëmendjen time ishte ngjitja e malit të Kilimanxharos, ku ti këtë ngjitje ja ke dedikuar të gjitha grave të jetës tënde, motrave, nënës, vjerës, gjysheve. Mado mendja ka qenë një sfidë e vështirë, por që ja ke dalë. U dëgjova? Pa dyshim, mali Kilimanxharos, po më dëgjoni? Po, tani po. Okej. Mali Kilimanxharo është përafërsisht 6.000 metra mbi lartësitë detare, pra sidomos mbi 4.000 metra kur fillon të ngjitesh, ajri fillon me u paksu, e gjithashtu kene disa ditë në mal, je lodh, për shembull unë në lartësi mbi detare nuk më merr gjumi, sidomos që kemi bërë camping. Pra as shtrati nuk ka qenë adekuat dhe si themi lodhja është akumuluar. Dhe le të themi sfidë pas sfide, po ja dola, tu e shty vetën, edhe është shumë mirë këtë ngjitjet që jo vetëm unë, për të gjithë i rekomandoj me bëu diçka sfiduese, sepse e ke në CV-n tënde, le të themi që ja ke dalë në sfida shumë të mëdha, edhe ato t'japin motiv edhe një farloj sigurie edhe për ato hapat të tjerë që dëshiron me i marrë një jetë, që mund të jenë jashtë hobit, jashtë malit, mundën me qenë në biznes, ose në zhvillim akademik, ose qka do qovë në dëshirat e një personi, pastaj këto i shtojnë vlerë vetës tonde, pra ti me vetën tonde e kryon një farë sigurie dhe i beson vetës tonde akoma më shumë. Elvira, a të kam betu më kjo frika kur bën hiking se mund të ndodhë diçka e paparashikuar, apo e ke larguar me kalimin e aventurave, ngjitjeve të maleve? Unë mundohem me respektu malin, kur ka kushtet këqija atmosferike, nuk është se e kom patjetër atë egon që duhet me shku në majes, si që kam vrejtë shumë sportist. Unë nuk e kam ato, nëse prishët koha, unë me njerë këthejmë, se më duket sikur po i këthejmë kundër vullnetit të Zotit. Kështu që mundohem me zgjedh terrenet të mira, pavarësisht se fatkeqësi gjithmonë mundet me ndodh, ato nuk mund t'i ndalojmë, ndodhin edhe në rrugë, ndodhin çdo kund tjetër. Po unë të paktën mundohem me i marrë hapat më të sigurt, me respektu kohën, me i këshyr rreshtet atmosferike si janë, me i pas pajisjet adekuate, investoj, ndërsa une robat më të shtrejta në dollapin tim janë ato të hikingut. Unë mund të mos kem kpuca të mira për qytet, po ato të hikingut i kam shumë të mira, sepse ajo është diçka që të lidh për tokën. Edhe bëni e zaronisht mirë, sepse krijon siguri absolute. Mirë e dashur, të falenderojmë shumë. Ishte vërtet kënaqësi dhe kemi mësuar shumë nga ti sot. Po. Kam përshtypjen se më shumë nga ty se sa nga Ermali, po... Mësuam nëpërmjet Elvirës. Gjithë mirat e dashur. Faleminderit shumë, shihemi. Për qafime.
Ditë mbar. Koleg, buduk mua apo kishe një lloj xhelozie? O, koleg, shiko, ka një gjë. Dhe më thëmë, stand-up comedy që bën Ermali, Samiri, Shemsiu, Kadriu, si kanë ata? Koleg, njerëzit në Stand-up comedy është për të ndjekur... Kam një xhelozi, leta ta shprej. Ke. Paguhet para. Dhe për ta parë kolegun stand-up comedy, paguhet para. Po jo ajsa për të parë Ermalin dhe Samiri. Ma dje, si pas informacioneve, është komediani më i shtrenjtë në bilet në gjithë Shqipërinë. Mos i thuaj gjitha gjërat. Mos i thuaj gjitha. Me gjitha, unë nuk... Për s'është miliarder. Ngri duar lartë, merë frym, gjithë frym, ti mundesh, koleg. Ti nuk e hiqi barierat. Pas pak, përshëndesim Ermalin dhe gjithë, sepse vërtet kam bërë një punë të shkëlqyer. Fantastike. Je i sinqert të që the? Kur nuk kam qenë? Gjithmonë. Dje.